Shorti Azem Galicës sot ka ardhur të përbisedime. Gëzohem që mi i Petrasit a shoh. Këtu nuk kemi ardhur për të parë me njëri tjetrin. Fole dhe lëri gratë shqiptare. Si mund t'i zësh në gojë ato kur di për krimet ndaj tyre? Ushtria jonë sillet të mirë, së përgjigjen për që bëjnë kaçak të malit mes tyre. Fort mirë e din. Ju i ndërseni. Ne nuk jemi kaçak. Ne luftojmë për lirinë e vatanit, për drejtat tona. Ju i kapni njerëzit tanë, ju ndroni fen me forcë. I qonin kish. Juve një kapicën tu i mbi krye. Ju i ndroni emrin. Ajo e nderuara bashkëshorte Azem Galicës e luftare shquar. Kaçakve ne s'kemi pse tua kemi nevojë, ne ta si duhen as kujt. Edhe ne i luftojmë. E dim se si i luftoni. Zonjë nderuar, Nuk duat më thoni zonjë. Ju sjell përshëndetjet simpatizuese të Krajlit, pa përfillur çka ndodhur mes nesh gjertani. Luftuat bashkë me çetat tona kundra Austro-Hungarisë. Një miqësi u lidh kështu vetvetiu e do ta ruajmë. Krajli e do sinqerisht Azem Galicën. Si mund të duhen ata? Kjo është të gënjesh veten, ose të duash të gënjesh të tjerës. Zonjë nderuar, Ju thash, mos më thrisni më kështu. luftëtare nderuar. Kjo jetë e ashpër mali nuk shohet ju këtë bërë aq të ashpër. Besoj të mirë kuptohemi. Disa persona të inspiruar jo drejt vazhdojnë të provokojnë gjak derdhje të panevojshme. Duket bëjnë punë dikujt tjetër. Italia ka synimet e saj mbi Shqipërinë edhe mbi Kosovën. Tani që së bashku i shporëm austriakët duhet kuptohemi. Ne i shporëm vet ata dhe ju erdhët na pushtoni. Nuk jemi përgjakur për hesap të Krajlit. Me qetat tuaja kemi pasur vërtet marrëveshje, po ata e shkelën. Tani na keni kthyer pushkën. Ju që të bestyen. E nderuar e bashkëshorte Azemi. E drejto, i dërguar i Krajlit. Mos kërkot na hedhësh hi syve. Është në interesin tuaj gjë shka që them, të popullit tuaj. Ju sjell dorën e Krajlit për paqë. Ktheuni të gjalloni të mikpritni se gjithmonë kullat tuaja. Mikprej se i cili në shtëpinë e tij. Pushkët nuk i lshojmë. S'duam dorje prej Krajlit. Folni edhe ju burra. Kosova gjithmonë ka pasur burra. Çfarë do të thuash o krye plak? Që unë të mbyll gojën? Vazhdo shotet të lumt goja. Nejse. Më pëlqen të flas me shotën. Nuk është vetëm e pushkës, jo, vazhdojmë. Tani shteti ynë është bërë një shtet modern. Me liri partish, zgjedhjesh, me të drejta për cilat ju do mbeteni të kënaqur. Parti tuja, një turikan. Ju më kuptoni, duam qetësi. Drenica Kryenice është dhunë për shtetin tonë. E tillë qoftë gjithmonë. Po mi shprehni kërkesat tuaja cilëtërsisht. Na cilëtërsisht ua ka thënë gryka e pushkës. I doni dhe me fjalë. Po a them. Të ndalohen vrasjet, grabitjet, djegjet, plaçkitjet kundër shqiptarëve.